të bashkë bisedoj me ekspertin e mjedisit, zoti Miela Qirio. Përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi të jem me ju sot. Faleminderit, dhe të kërkoj ndjes, ka marrë disa minuta për shkak të zhvillimeve që nuk i kemi parë ose nuk i kemi parashikuar dot. Megjithatë jemi së bashku për t'i dhënë besoj zë këtyre çështjeve vërtet të rëndësishme që unë thash do duhet gjithmonë të adresohen tek inxhinierë, do duhet të adresohen tek ekspertë dhe mos mbeten vetëm në kuadër politikave. Por ja që ndodh. Kështu që në këto minuta që ne kemi në dispozicion, a mund të më thuash pse ne përmbytemi? Çfarë ne na i shkakton këtë që është pas krave të mi? Ku familjet kanë kthyer syt nga grupet e punës, shohin se si do të zgjidhet, do të marrin ose jo pak para. Por për mua nuk është çështje këtyre pak parave që do zgjidhet tani. Çështja e ndërhyrjeve që realisht mund ta bëjnë Shqipërinë ndryshe. Po, problematika që ishin gjithmonë dhe më shumë, sidomos gjatë periudhave të dimrit me përmbytjet apo gjatë periudhave zjarret, ka një sër faktorë të cilët për së pari në qendër njeriu, pra ne që në një farë mënyrë kemi me keq menaxhuar burimet natyrore dhe kur vjen momenti i situatave të tilla gjendemi pothuaj të papërgatitur për t'i adresuar ato me sa më pak dëme, me sa më pak dhimbje për njerëzit që gjenden në vështirësitë e ditës, për njerëzit që humbasin punën dhe biznesin e tyre, po pse jo edhe për natyrën e cila humbet apo përkeqëson burimet e saj. Shkaqet që janë diskutuar këto ditë më shumti janë dakordsuar nga një rreth mjaft i gjerë ekspertë të shkridhen me çështjen e keq menaxhimit të territorit, kryesisht ndërtimeve paleje apo të paplanifikuara përmbi kalues që shërbejnë në kësi rastesh për të ulur fluksin e sasisë voluminoze të ujit në për zonat e përmbytura, sikundërse në brendësi të territorit problematika lidhet me keq menaxhimin e pyjeve, të cilat kanë zhveshur shpatet e kodrave dhe të maleve, por edhe rreshtet i sjellin sedimentet dhe ujërat me një shpejtësi më të madhe në zonën më të ulët, ku kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe edhe përmbytjet më të mëdha të vendit tonë. Lidhur me këtë, përmbytjet në disa qytete të vendit tonë, sikundërse ka qenë në këtë rast Durrësi, po gjatë nëntorit ka qenë Vlora. Në periudha të verës kemi pasur edhe në Tiranë, pas rreshjeve të rëmbyera të shiut, përmbytje në disa lagje. Situata në zonat urbane lidhet më shumë me faktin se infrastruktura e vjetër e pa përditësuar me shkallën e ndryshimeve klimatike nuk mund dëson që rreshtit të bie në zonat urbane të mund të përcillen sa më shpejt drejt lumenjve apo drejt detit. Dhe në këtë mënyrë shkak problematika të përmbytjeve të pjesshme në atë rast, po sidoqoftë shkaktojnë çrregullim të funksionimit edhe në zonat urbane. Pra do të thotë që e vërejmë edhe do të përballemi gjithmonë dhe më shpesh me to. Çfarë është emergjenta që ne të bëjmë sot? Se dakord, ndërtimet ne i bëjmë si i bëjmë, kemi parë mbi kolektor. Hidrovorët nuk na punonin për shkak se oligarkët, siç thonë ekspertët, kanë përfituar dhe si kanë bërë gjërat siç duhet, siç është rasti i Durrësit, sepse i kanë thënë kolegët me zë, janë adresuar. Nëse ne nisim nga ajo zero s'ka asnjëherë se ky është zhvillim periodik, po ideja është të kuptojmë nëse nisim nga sot dhe marrim të situatë nga sot ku jemi, ose nga ajo që na shkaktoi nëntori dhe këto ditë të janarit, çfarë ne kemi emergjencë, çfarë duhet të bëjmë? Unë ndoshta në një lloj naiviteti ose në bazë të eksperiencës do të prisja që të kisha një tryezë, jo si ajo e Berishës zgjidhje për Shqipërinë, po të ishin ekspertët më të mirë. Dhe të uleshin së bashku ta bënin këtë. Ndoshta është e tepërt, po formati ma lejon ta them edhe ta pretendoj si qytetare që kanë vendosur të jetojnë në këtë vend. Patjetër, mendimi i specializuar i ekspertëve në këtë rast është vetëm një zgjidhje për të shmangur qoftë emocioneve të diskutimit shpeshherë në agjendën politike, të cilët mund të përshkallëzojnë faktorë që kanë ndikim, por nuk janë kryesorët, apo edhe ndoshta mendimit sipërfaqësor të njerëzve të cilët gjatë kësaj periudhe kanë shfrytëzuar qoftë brigjet e liçeneve, lumenjve për të ndërtuar edhe tashmë janë duke u përballur me pasojat e përjedhoj përpiqen ta gjejnë zgjidhjen prapë tek shteti me disa po themi
kompensime apo ndimes ekonomike që nuk zgjidhin problemet afatgjata, kështu që syri ekspertit ndoshta do t'japi zgjidhje. Ne nuk duhet të, dhe e them me plot bindje, ne nuk duhet të shpikim rrotën ndonjëherë nga fillimi, sepse vendet e tjera që ndodhen në darën e ndryshimeve klimatike e kanë gjetur një zgjidhje të tillë, kanë diskutuar, vijojnë të diskutojnë zgjidhje të tilla. Edhe në Shqipëri ka një sër programesh të cilët në një farë mënyrë synojnë gjetjen e zgjidhjeve më afatgjata. Pra praktikisht ne duhet të përgatitemi sa më shpejt, jo për të përballuar dëmet që shkaktojnë pasojat të tilla të përmbytjeve, por për të parashikuar përmes infrastrukturës, përmes mbështetjes që i duhet dhënë instrumentave të ndryshëm në vend të situatave të tilla që më shumë do të shfaqen në të ardhmen. Mund të them se vetëm pak ditë më para u konfirmua në nivel global se viti i shkuar 2025, krahas 2023 dhe 2024, janë 3 vitet më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në matjet e motit në nivel global. Por Shqipëria gjatë kësaj periudhe ka pasur zona që ka rritje më shumë se sa që është rritja e nivelit global, që është diku te 1.5 edhe pak më shumë. Në Shqipëri ne kemi zona që kanë pasur 1.9 deri në 2.3-2.4 gradë Celsius temperaturë të shtuar. E përjedhoj pasojat që ne do të ndeshemi në të ardhmen do të jenë sigurisht më të forta. Pra kjo nuk ka dilema. E vetmja zgjidhje është se cila do të jetë alternativa që ne do të gjejmë për planifikimin urban, për shmangjen e vendosjes komuniteteve në zonat që kanë riskun më të lartë nga përmbytjet, për të adresuar me qartësi dhe me argumenta të shëndetshëm përse nuk duhet të kemi zhvillime të caktuara urbane në zonë të cilat janë të ekspozuara ndaj përmbytjes, po edhe ndaj proceseve të tjera. Sikundërse një sër masash përshtatës e duhet marrë në brendësi të territorit. Si është për shembull rasti jo vetëm i pastrimit të kanaleve kullues, se kanalet kulluese gjenden në pjesën e poshtme të problemit, por në pjesën më të brendshme të territorit, mungesa e pyjeve në shumë zona malore bën që territori të mos ketë fuqinë absorbuese të rreshjeve, ato përnjëherë grumbullohen qoftë në kaskadën e liqeneve të Lumidin apo lumejt e tjerë dhe bërshojnë drejt pjesës së kryqëzirës perëndimore. Pra ndërhyrje me pyllëzime, ndërhyrje me veshje të tokës, me vegjetacion do të përmirësonin deri diku, sigurisht deri diku, pasojat e tilla katastrofike dhe në një farë mënyrë do të ulin edhe dëmet e shkaktuara. Unë mund të risjell edhe për ju shumë shembuj në vendet më të zhvilluara edhe të cilët kanë ndërmarrë infrastrukturë në tepër të madhe, qoftë në përmas apo në investim, për të përballuar ndryshime të tilla klimatike, që duhet thënë se rreshjet e ditëve të fundit nuk kanë qenë rreshjet në sasinë më të lartë të ndodhur gjatë vitit. Sigurisht kanë qenë disa ditë me intensitet të shtuar, por nuk kanë qenë rreshje të një niveli të cilët ishin krejt të papritura për vendin tonë. Mjafton që të kujtojmë se edhe në mes të verës një shi i vrrullshëm shkakton problematika në qytetet tona, që tregon se për shembull sistemi i kanalizimeve në qytet, sistemi i ndërtimit të qyteteve bazuar krejtësisht në asfalt e pamundëson ndihmën që të jep natyra për të zvogëluar dëmet të tilla e përjedhoj për të zvogëluar edhe kostot për riparimin e tyre. Po të shohësh qytetet sot me një dëndësi shumë të lartë e kanë të pamundur që atë sasi të rreshjeve të rëna në pak ditë të mundet të mbajë toka për lulisteve, përmes zonave të truara në trotuare, që në një farë mënyre krijon edhe një sistem paralel. Një pyetje të fundit që lidhet me atë se çfarë tha kryeministri kur fajsoi qytetarët për hedhjen e mbeturinave. Pamjet në fakt në kanale kishte të gjitha llojet e mbetjeve dhe që ishin bllokuara.
Unë mendoj se ndoshta po të kishin funksionuar institucionet, nuk do të ishim në këtë pikë, megjithatë ju si eksperte, si e shihni, është vërtet problem sjellja qytetare apo ndoshta pushteti vendor, inspektoriatet që kanë ata që merren drejt për së drejti me mjedisin, qoftë në varësi të ministrisë, qoftë në varësi edhe të pushtetit vendor, a kanë funksionuar ashtu siç duhet? A mundemi, nëse ne nuk e bëjmë dot me edukat, me vetë ndërgjegje dhe nuk sillemi dot si qytetarë të Bashkimit Evropian, a mundemi që nëpërmjet ligjit ta minimizojmë këtë? Unë nuk besoj se është ndonjë qytetarëve, mendoj që është edhe çështje e bizneseve, jo vetëm qytetarëve thjesht. Por ju si e shihni? Unë do të thë se duhet të jemi të qartë mbi peshën që çdo faktor na çojë drejt këtyre përmbytjeve tani. Nuk mund të them se mbetjet nuk patën ndikimin e tyre, sigurisht mbetjet kanë bllokuar një pjesë të kanaleve, sigurisht të kanaleve që janë më të ngushta, që janë në zona të ndjeshme, pra kujdesja shumë e lartë, se janë mbetje të hedhura në kanale, i bllokon kanalet dhe mund të krijojë përmbytje pjesore, lokale në zona të caktuara. Megjithatë, niveli dhe magnituda e ngjarjeve të përmbytjeve të kësaj radhe të javës së shkuar praktikisht nuk vendosur mbi peshë, mbi kurizin, mbi dëmin që kanë shkaktuar, janë një problem i madh mjedisor për vend. Ato kanë kontributin e tyre, pa më shumë se sa kontributi në përmbytjet ka ardhur nga bllokimi i rrugës, nga mos funksionimi i hidrovorëve, nga pa për të larguar nga qyteti rasin e Durrësit, pra ka faktorë të tjerë. Përmbytjet e javës së shkuar më shumë se sa. Nëse do të themi problemi të mbetjeve, është një problem të rënd për shoqërinë shqiptare, e lidhur me keq menaxhimin ndër shumë vite, me pamundësinë ndaj qytetarëve të funksional të grumbullit të qartë të mbetjeve, pra jo vetëm por funksionimit në qytet në mënyrën e duhur, transportimit të tyre në zona të përpunimit fundor të mbetjeve, siç janë landfillet apo incineratorët që funksionojnë, e më pas trajtimit të tyre. Unë jam plotësisht dakord me faktin se ndërgjegjësimi qytetar luan rol. Po duhet të kuptojmë edhe rastin që shumë zona rurale nuk mbulohen nga një sistem i menaxhimit të mbetjeve. Përjedhoi banorët i hedhin përgjatë prenjve, sepse është e pamundur që të menaxhohen individualisht. Pra përgjegjësia mbetet te te qytetari, por nuk është zgjidhja ndërgjegjësimi. Zgjidhja është vendosja një sistemi që është funksional, i cili duhet të jetë i operativ dhe i monitoruar nga pushteti vendor, i mbështetur nga niveli qendror për të ndërtuar impjantet fundore të trajtimit të mbetjeve, të cilët duhet të bëjnë më shumë riciklim. E nëse do të funksiononte në kushte ideale një sistem i tillë, atëherë nuk do të kishim kaq mbetje plastike në Dumej, nuk do të kishim këto prurje që krijojnë jo vetëm ndotje vizive, pra një pamje jo të këndshme përgjatë Bregdetit apo lumejve, por për së pari do të kishim një mjedis dhe natyrë më të pastër, me burime natyrore që riciklohen e që nuk krijojnë probleme dhe për përmbytje. Megjithatë, për problemin e mbetjeve ne do ta shohim zhurmën mbas pak ditësh kur uji të tërhiqet dhe mbetjet që janë sjell në zonën e ulët, ndoshta nga pjesa më e brendshme e territorit apo nga zonat e banuara, do të jenë të shpërndarë në territor, atëherë do të kuptojmë se ka një problem tjetër mjedisor që lidhet me mbetjet, jo vetëm me bllokimin e kanaleve dhe shkatimin e përmbytjeve, por një përhapje të mbetjes në territor nga përmbytja, e cila mund të jetë në disa raste edhe mbetje e rrezikshme dhe të ketë ndikime mbi shëndetin e njerëzve se përdoret si ujë i pishëm apo mbi bujë. Kanë kontaminuar ujin, kanë shkaktuar dëme që ne se kjo më duket alarmante, se duket sikur në logjikën tonë kaloi më e rënda. Hodhën, klor, u përdor ujë, bëm këtë pyetje, nuk është se patëm në informacion të qartë. Nuk kam parë monitorime tani, ndoshta është ende shumë herët, po logjika e thjesht tregon se kur një përmbytje kalon nëpër zona që janë të ndotura, kalon nëpër magazina kimikatesh, kalon nëpër fusha mbetjesh, sigurisht kjo mbetje kimike, po mund të jetë edhe mbetje plastike, mbetje urbane, shpërndahet në territor. Nuk do të kishte asnjë dilemë se kjo mbetje që shpërndahet tretet në ujë dhe mund të kalojë edhe në ujërat në toksor, dhe mund të ndosi në ujërat në toksor të cilët përdoren kryesisht në zonat rurale për
për përdorim shtëpiak përmes puseve apo për vaditje në bujqësi. Pra gjithmonë risku i përhapjes së një ndotje të tillë në territor qëndron për ndotjen që mund të kenë ujërat, përveç se ujërat e lumenjve që mund të ndoten edhe mund të ketë bota e gjallë një ndikim, mund të ketë ndikim edhe në ujin që përdoren nga njerëzit. Megjithatë duhet jemi të qartë se sasia e ujit që është kaq e madhe e tret mbetjen, e shpërndan mbetjen dhe në një farë mënyre kur ajo kalon një farë kohe natyra e ka bërë që uji të vetë pastrohet. Por risku i monitorimit, risku i ndotjes qëndron edhe monitorimi duhet të ndodhi, sidomos në periudhat më të hershme mbasi të rriqet uji nga zonat e përmbytura. Faleminderit që na u bashkuat në këtë komunikim sot. Të përshëndes. Faleminderit, punë e mbarë dhe ju.